This partnership has helped Albania forge viable new public Ky partneritet e ka ndihmuar Shqipërinë në krijimin e institucioneve publike frytëdhënëse dhe më lejoni të përmend disa prej tyre. Qendra Kombëtare e Regjistrimit Biznesit, Qendra Kombëtare e Licencimit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Agjencia Kombëtare e Planifikimit Territorit, Qendra e Shërbimit të Tatimпагuzëve, SIDE, zyrat për avokatin e tatimпагuzëve dhe avokatin e prokurimeve, të cilët mund ta drejtojnë Shqipërinë drejt një administrate publike profesionale dhe të orientuar drejt shërbimit. SIDE, sikurse e përmenda, gjitha këto arritje kanë ndodhur në një kohë rekord. KSM-ja është një sukses. Nëse më lejohet zoti kryeministër, dëshiroj t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj ju dhe qeverinë tuaj që e keni mundësuar këtë. Gjithashtu edhe komunitetin e biznesit, sepse ata kanë qenë pjesë e këtij suksesi, si dhe shoqërinë civile që të gjithë keni punuar së bashku për të shndruar këto reforma në realitet. Megjithatë, të gjithë e kuptojmë që mbetet ende shumë punë për t'u bërë. Korrupsioni mbetet ende. Dhe kjo është një pjesë, kjo është në krye të agjendës së qeverisë së Shqipërisë, në krye të agjendës së qeverisë së Shtetet e Bashkuara. Lufta kundër korrupsionit nuk është thjesht më shumë se sa dy luftim verbal. Ai nuk ka të bëjë thjesht me drejtimin e akuzave, por ka të bëjë me të mbajturit e vetes dhe të atyre që kanë posë me përgjegjësi, pavarësisht nga ato, në të njëjtin shqyrtim rigoros dhe standarde të sakta. Gjithashtu, privilegjet e imunitetit nuk duhet lejuar, askush nuk duhet të jetë mbi ta, askush nuk duhet të ketë imunitet që e lejon të vjedhë nga e mira përbashkët pa u ndëshkuar. Qeveria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e gatshme ta ndihmojë Shqipërinë që t'ia dalë mban në luftën kundër korrupsionit. Pjesërisht sepse anëtarësia e Shqipërisë në BE dhe NATO varet prej kësaj, por gjithashtu sepse dhe shqiptarët e meritojnë këtë. Ideja kryesore e shumës së pragut miljeçarit ishte lufta kundër korrupsionit. Nga 4.000 euro dhe 42 ditë që duheshin për të regjistruar një biznes, sot e regjistron atë brenda gjysmore me 1 euro. Shqipëria, në projektin tjetër të prokurimit elektronik, nga një vend që 70% të prokurimeve i kishte direkt, pothuaj pa procedurë, u shtruar në vendin e parë në botë me prokurime 100% elektronike. Këtu, në këtë sallë, ne vim me suksesin e vërtet, i cili i përkthyer në vlera ka realizuar uljen me 27%, së bashku me procedurat tjera të prokurimit të kostos prokurimeve në Shqipëri. Taksat të cilat ishin në një moçal i vërtet korrupsioni, ku sipas Bankës Botërore 1.4 miliard dollar përfundonin në xhepat dhe kontot e zyrtarëve nga këto taksa, njohen një modernizim të shpejt dhe shumë të suksesshëm. Ne ja dolem tajet të këtyre projekteve që në 4 vite të mbledhin për nga takspaguesit shqiptar, ndonë se bëm uljen më të madhe të taksave në Europë, të mbledhin 5.2 miliard dollar më shumë. Janë asfaltuar mbi 9.000 kilometra rrugë. Ja çdo lloj parashikimi dhe më optimiste. Dhe kjo u bë mundur nga këto 5.2 miliard dollar që u mblodhen më tepër. Sot, 98% e shqiptarëve marrin ujë të rrjedhshëm, jo 24 orë, por të rrjedhshëm. Shqipëria ka marrë më shumë se 2 miliard dollar investime. Ato ranë në mbar botën. Në Shqipëri, nga 2006 në 2010 janë rritur me 316%. Është paralel me trefishimin e eksporteve, të cilat pritet që gjatë këtij viti të jenë të trefishuara krahasuar me 2006. Shpreh një njohjen time për këtë ndihmë të jashtëzakonshme, por edhe dëshirën time që këtë udhtim ta vazhdojmë. Janë një seri projekte tjera jashtëzakonisht rëndësishme në luftën kundër korrupsionit. Unë sapo kthehem nga një summit i organizuar nga presidenti Obama dhe zonja Dilma Rousseff, presidenti e Brazilit. Nisma e tyre partneritet për qeveri të hapur. Një nga kushtet më themelore është publikimi të gjitha shpenzimeve çdo ditë online, që të shohin takspaguesit. Ku shkojnë parat e tyre? Unë i kërkova zotit Bodë të marrë kontakt me njerë, me mikun tonë, me partnerin tonë Usaidi, që të fillojmë në kuadrën e kësaj nisme, ta bëjmë sa më shpejt realitet. Sikundër, jam këtu për të ftuar opozitën. Të lamë me një anë kundërshtirat dhe të punojmë aty ku bashkohemi në një seminar krahas opsionit për të hequr imunitetin me ligj organik të sugjeruar nga Komisioni i Venecias, unë mbështet nga ekspertë ndërkombëtar dhe opsioni për ndryshimin e kushtetutës. Unë garantoj opozitën se jam i gatshëm për secilin nga këto dy variante. Të heqim dorë nga kushtet për të hequr imunitetin tonë në dëshmi
të përgjegjësisë son ndaj qytetarëve shqiptarë dhe atij parimit madh, që është barazia para ligjit.